Mesazhet dashurie dhe devotshmërie nuk janë të një të riu të magjepsur pas një vajze të bukur në të njëjtën moshë, por të Astridit, këtij 57 vjeçari nga Tepelena, që me sa duket ka rënë brenda kokë e këmbë me një zonjë 50 vjeçare nga Fieri, të cilën e ka parë vetëm 2 herë në jetë. Dhe ky takim i vetëm ka ndodhur plot 30 vite më parë. Dakord, nëse do të ishte vërtet dashuri, pavarësisht moshës, do të meritonte respekt, po për fat të keq, gjërat nuk janë tamam ashtu. Sepse zonja të cilës i drejtohen këto mesazhe ka një tjetër mendim. Prej 3 vitesh më përndjek në rrjetet sociale, i bëj blok, pa përsëri të njëjtën adresë dhe më del përsëri, i ka dalë fëmijëve të mi, i ka dalë gocës, i ka dalë djali. Në realitet, kur lexon mesazhet, kupton që Astridi është një i fiksuar që kërkon me çdo kusht të bind 50 vjeçaren t'ia kthej pasionin që ka për të, pavarësisht indiferencës së një gruaje, e cila ka vetëm një vit që ka humbur burrin dhe ka prioritetet e tjera në jetën e saj. Ka pasur debate edhe me gocën time, i ka folur goca, i ka thënë largo nga familja jonë, nuk largohet. Por nga lindi gjithë ky pasion ndaj një gruaje të cilën e ka njohur 30 vite më parë në rrethana shumë normale. Në 96-ën bashorti time ka pasur shok. Edhe ka ardhur për një kafe thjesht. Mund të ketë ardhur një herë ose dy herë tek shtëpia jonë dhe pastaj nuk ka ardhur më. Kam qenë në 96, ndoshta edhe më shumë kohë gjatë, domethënë edhe që nuk e kam parë. Jo vetëm se ka parë, por as dëgjuar zërin apo shkëmbyer ndonjë mesazh me të, deri kur kam 3 vite më përndjek, jo vetëm mua, po dhe fëmijët e mi. I kam thënë, mbylle me kaq, lëri këtë muhabete, sepse edhe mosha që kemi ne tani nuk është. Por ai vazhdonte. Në të vërtetë, nisja e kësaj historie fiksimi ka ndodhur në kohën ku bashkëshorti i zonjës, miki i Astridit, ishte ende gjallë. Ky i fundit, nëpërmjet rrjeteve sociale, fillimisht ka kontaktuar me një nga djemtë të zonjës me biseda tërësisht normale. Ai nuk më doli mua fillimisht, kur ishte bashkëshorti i gjallë, i doli djalit. Çfarë i thoshte djalit? Unë e njoh babain tënd, kam ngrënë bukë te shtëpia jote, edhe keni punë aty në Shqipëri, a do vish me mua në Gjermani? Miri ke nga shtëpia? Mirë jemi. Të dy nga Fieri jemi. Po, Fier. Do që të vi njëri këtej. Ku? Se ka punë në Gjermani, në Düsseldorf. Jo, FLM, jemi në punë. Ku shiti? Astriti, shoku Pa kohë pas këtyre bisedave, që nuk lën asnjë shkak për dyshim, fatkesia godet familjen e 50 vjeçares, teksa bashkëshorti i saj ndërron jetë, dhe këtu, pa kaluar as një vit, Astriti shkruan gruas tashmë të ve. Të dua, ka vdekur burri, do vish tjetosh me mua. Është pa lidhje, domethënë se unë nuk e njoh, nuk kam pas kontakt me këtë dhe nuk i kam dhënë arsye këtij personit për të menduar diçka. Edhe pse përballej me refuzime të vazhdueshme të gruas, ai kërkonte çdo lloj forme për të folur me të. O Flori, mirë ke qenë. Ky është numri im, më merr. O bose, si e? Më ke bërë blok, më merr te ky numri. Më merr të flasim. Respekte. E shqetësuar me këtë situatë, zonja vendos t'i shkruaj vetë në Messenger për të ditur arsyet e këtyre komenteve dhe bisedave të njëpasnjëshme nga Astriti. Dëgjoj, ta jam nuse. Unë nuk e di e nuk e kuptoj se çfarë ke ti me fëmijët, çfarë të lidh ty me ta, sepse mi ke dal çupës, mi ke dal djalit sot. Prap unë të bëj blok e ti vazhdon përsëri. Pi një burr kishte, pianec apo i keq ishte jeta ime, jo e juaja. Se po më bini shumë në qafë, që parë kishe dal djalit në FB, çfarë do ti me djalin tim, çfarë do zotri? Më fal po të kam bezdisur, kalofsh mirë. Më në fund, u desh ky mesazh që miku i paftuar të largohej nga jeta e një familjeje, por jo, nuk qetën. Gjatë gjithë kohës më thot, vetëm je në shtëpi ku je, çfarë po bën, sikur më kontrollon edhe sikur më i bëj blok nga Messengeri, më del nga profili dhe më komenton, më lë numra telefoni atje, kërkon të më diskreditoj, që të mendojnë në rrjetet sociale ata që kam shok ose miq ose të afërm të mendojmë që ja shiko kjo ka lidhje me këtë person. Por kjo është më e pakta, sepse çmenduria e këtij individi arrin deri aty sa që kërkon bashkëtesë me një grua pothuajse të panjohur për të, madje në shtëpinë e saj. Më ka kërkuar takim, më ka kërkuar që të vi në shtëpinë time, të qëndroj në shtëpinë time, ndërkohë që unë jam një grua e ve, me 2 çuna të rritur, kam gocën të madhe. Unë nuk e njoh nga afër, realisht nuk e njoh absolutisht nga afër, as jetën e tij, asgjë. Ai thjesht kërkon që kërkoj disa ditë, domethënë që të vinte në shtëpinë time. Duhet të arrijë unë në këtë lloj gjendje të rënduar psikologjike, kërcënuese me këtë person maniak që nuk më lë të qetë. Tani le të shijojmë pak disa çate ku Astriti na shpalos të gjithë arsenalin e tij të joshjes. Mundohu të gjesh dashurinë shpirtërore sa je e re. Kur të vete tek
Tani atje do e gjej dashurin prap. Ti je budallaqe. Për këtë burr kaq romantik, një zonjë e cila vendos të respektoj kujtimin e bashortit të ndjer, është thjesht një budallaqe. Nuk e ndëroj pin sikur të më japin botën. Është jeta ime. O Flori, nuk jetohet vetëm, je shumë e re. Ke nevojë të kesh një të dashur. Unë të dua me gjithë zemër, nuk vë njeri përpara teje. Unë dua çdo gjë të mbetet midis ne dy dhe Zotit. Nisur nga ky fiksim i vazhdueshëm ndaj saj, zonja vendos ta vëri në sedër duke i kujtuar burrin e saj të ndjer. Nuk prisja ty t'ja kishe pas krahut. Shoku kur vjen tek shtëpia e shokut, nuk ja shegruan nga këmbët Astrid. Ti prite që të vdiste e hajti tani. Por as kjo metodë nuk funksionon. Madje duket se e stimulon edhe më shumë. Shqyr Zotit ka lënë bukurinë dhe e reje në moshti, në moshën e dashurisë. Më thuaj të vërtetën, do të lidhemi bashkë dhe çdo gjë të mbetet midis ne të dyve? Të vjen rënd, ti beqare je tani. Jo Astrid, nuk bëhet. Ti s'duhet as ta mendoje një gjë të tillë te gruaja e shokut. Nuk i bëhet kjo gjë me kanun deri. Unë me kisha 30 vite e martuar dhe se trahtova sikur një herë të vetme. Ndaj të them, ik gjë njeriu e duhur për vete se unë të bllokoj, ti del nga profili im. Ti një muhabet ke gjithmonë. Ore, mua më ka vdekur ti thua haj të marrun. Shok je në vete? Oj ti, beqare je tani, nuk do të kesh të dashur. Me gjithë këto biseda, ku Astriti nuk heq dorë prej zonjës, mendosim të çojmë në takim të dy personazhet. Astrid, mirëmëngjes. Jam Luela nga emisioni Piranja. Si është e mundur që ti prej 3 vitesh përndjek zonjët? Për çfarë arsye përndjek? Astrid, si mund ta përndjekësh një zonjë ti shkosh tek fëmijët? Sapo Astriti ngrihet për të ikur, agentët e policisë të njoftuar nga ne ndërhyjnë për ta shoqëruar. Miro se s'kam në një gjë burim në të keme shprinjo, Nga një zonjë. Kam 5 vjetë që i kas. Zonja ka qenë e martuar para Por një e viti djeto që ati di që nda, unë se kam vrasë, se kam ofenduar. Ti shkruash mesazhe të dua të bëj kur zonja thot nuk dua asnjë lidhje me ty. Si kam përgjigje? Po pse e ndjek ti kur zonja të thot nuk dua të jem me ty? I shkruan në Facebook, i shkruan fëmijëve, për çfarë arsye? Një si kam shkuar. Pse gënjen, nuk kam prova. Po mirë mollë të kesh tani se kam përgjigje, se kam ofenduar, se kam shah. Çfarë është dashuri për ty? Po mirë, është beqare, unë e kam. Nuk do të jetë zonja. Mirë, me unë se ty. kam vrarë. Po ti quan krim vrasjen? Mo ja, si kam ofenduar, se kam vrarë. U takoj që do pija kafe, do ta sqaroj me më. Sa mesazhe të ka thënë që nuk dua të jem me ty, nuk dua një marrëdhënie me ty. Pse nuk e pranojnë që zonja do të jetë me ty? Po mi mos do shkakoj. Astriti u shoqëruar në komisariatin e policisë së Fierit, nga ku u la i lirë pak orë më vonë, por të paktën mori një mësim. Dëshira dhe ëndrat kanë vlerë kur ndahen nga dy persona dhe kur ekziston vullneti i përbashkët për të qenë pranë njëri tjetrit. Në të kundërt, duhen respektuar kufin të gjithë secilit, aq më tepër kur bëhet fjalë për një person që e ka parë vetëm një herë në jetë.